Qielli mbi qytetin e Hamburgut ishte i rënd atë mbrëmje tetori. Rete ulta rëshisnin ngadalë mbi port, ndërsa era e lagësh sillte aromën e kripur të detit dhe zhurmën e largët të anijeve që hynin e dilnin pa pushim. Ishte një nga ato mbrëmje që nuk premtonin asgjë të pazakont. Një natë gri e zakonshme e përtypur nga rutina e qytetit. Ardian Gashi nuk ishte ndërmend të ndodhej aty. Ai zakonisht nuk merrte rrugën pra magazinave të vjetra industriale, sidomos jo në atë orë, por dita kishte shkuar keq që në mëngjes. Turni në punën e tij në një servis makinash ishte zgjatur më shumë se zakonisht. Shefi kishte qenë në humor të keq, dhe një klient i paduruar i kishte hedhur faj për një problem që nuk ishte i tij. Në moshën 27 vjeç, Ardiani kishte mësuar të mos debatonte shumë. Jeta në emigrim e kishte bërë të kujdesshëm. Ai fliste mirë gjermanisht, paguante qiran në kohë dhe mundohej të mos binte në sy. Për shumicën e njerëzve që e njihnin, ai ishte thjesht një djalë i qetë nga Shqipëria që punonte fort dhe mbante kokën ulur. Por ajo mbrëmje nuk do të ishte si të tjerat. Ai po ecte me hapa të shpejt përgjatë trotuarit të lagur, me jakën e gjaketës të ngritur kundër erës. Dritat portokalli të llambave rrugore pasqyroheshin në pellgjet e shiut, duke krijuar një ndriçim të turbull që e bënte zonën të dukej edhe me zbrazët se qishte. Zona e magazinave ishte pothuajse e braktisur në atë orë. Vetëm ndonjë kamion i vonuar kalonte her pas here, duke lënë pas një zhurmë të rënd motori që humbiste shpejt në largësi. Ardiani ishte rreth 10 minuta larg stacionit të trenit kur e dëgjoi. Në fillim mendoi se ishte era. Një tingull i ulët, pothuajse i humbur me zhurmës së largët të portit. Ai ndaloi për një çast duke vënë veshin. Heshtje. Vetëm fërshëllima e erës mes ndërtesave të vjetra metalike. Ai vazhdoi të ecte. Pastaj tingulli erdhi sërish. Këtë herë më i qartë. Një rënkim. Hapat e tij u ngadalsuan vetvetiu. Instinkti i tha të mos përzihej. Hamburg nuk ishte qyteti më i rrezikshëm në botë, por zonat të tilla industriale natën rrallë sillnin gjëra të mira. Ai hodhi një vështrim rreth e rrotull. Rruga ishte bosh. Rënkimi erdhi për herë të tretë. Tani nuk kishte dyshim. Dikush ishte atje. Ardiani qëndroi pa lëvizur për disa sekonda të gjata. Mendja e tij i filloi me një herë të peshoj opsionet, një zakon që e kishte fituar me kohë. Mund të ishte një i dehur, mund të ishte një kurth, mund të ishte diçka që nuk kishte lidhje me të, por mund të ishte edhe dikush që po vdiste. Ai shtrëngoi nofullën, pastaj u kthye nga drejtimi i zërit. Rruga e ngushtë mes dy magazinave ishte pothuajse në errësirë. Vetëm një llambe vjetër mbi një derë metalike jepte një dritë të dobët që pulsonte her pas here. Ardiani eci ngadalë drejt saj, me zemrën që i rrihte më fort se ç'donte ta pranonte. Çdo hap dukej më i zhurmshëm në heshtjen e zonës. Kur u afrua rreth 10 metra nga hyrja anësore e magazinës, ai e pa një trup në tokë. Instinkti i parë ishte të ndalonte. I dyti të afrohej. Gruaja ishte shtrirë anash, gjysmë mbështetur pas murit të ftohtë metalik. Uniforma e errët nuk linte shumë vend për dyshim. Polici. Për një moment të shkurtër, mendja e Ardianit u zbraz. Pastaj ai u hodh përpara. Gjaku. Kishte shumë. Një njollë e errët ishte përhapur poshtë saj, duke u përzier me ujin e shiut që rrithte ngadalë drejt kanalit anësor. Frymëmarrja e saj ishte e cekët, e çrregullt, por ishte gjallë. Sytë e saj u hapën me vështirësi kur ai u ul pranë. Jo plotësisht të fokusuar, por të vetëdijshëm. Ardiani ndjeu një ftohtësi që i përshkoi shtyllën kurrizore, sepse mënyra si ajo e pa nuk ishte thjesht si një viktim që kërkon ndihmë. Ishte si dikush që kishte frikë nga ajo që do të vinte më pas. Dhe kur buzët e saj u lëvizën më në fund, zëri që doli ishte aq i dobët sa mezi u dëgjua mbi erën e natës. Një fjali e vetme, që do të ndryshonte gjithçka. Zëri i saj mezi u shkëput nga buzët e zbehta. Mos u beso. Fjalët u prenë në mes, si kur ajri ti ishte mbaruar papritur. Kraharori i saj u ngrit me vështirësi. Pastaj rasërish, në një ritëm të pasigur që nuk premtonte shumë kohë. Ardiani u përkul më afër, duke u përpjekur ta dëgjonte më qartë. Mos u beso kujt, përshpëriti ai pa e kuptuar as vetë pse foli kaq ulët.
Sytë e saj lëvizën ngadalë drejt tij. Ishin të turbull nga dhimbja, por brenda tyre kishte një lloj vetëdije të mprehtë që nuk përputhej me gjendjen e trupit të saj. Ajo po përpiqej të qëndronte zgjuar me forcën e fundit. Gishtat e saj u lëvizën me vështirësi mbi asfaltin e lagur. Ajo po kërkonte diçka. Ardiani e kuptoi vetëm kur dora e saj preku jakën e uniformës. Me një lëvizje të dobët, ajo u përpoq të fuste dorën brenda xhepit të brendshëm, por nuk pati forcë. Instinkti i tij veproi më shpejt se mendja. Ai zgjati dorën dhe me kujdes hapi xhepin e brendshëm të uniformës së saj. Gishtat I prekën një objekt të vogël të fortë. Një sebë e zezë, pa shenja. Ai e nxori dhe mbajti për një çast në pëllëmb, I pasigurt, sytë e policës u fiksuan menjëherë mbi të. Një reagim I qartë, I rëndësishëm. Ajo lëvizi buzët sërish, këtë herë me më shumë përpjekje. Fshehe. Fjala doli si një frymë e thyer. Pastaj gjithçka ndodhi shumë shpejt. Frymëmarrja e saj u bë e çrregull. Kraharori filloi të ngrihej në intervale të shkurtra, të cekta. Sytë ju rrotulluan për një moment sikur po humbiste vetëdijen. Adrenalina goditi fort në trupin e Ardianit. Ai nxori telefonin me duar që papritur nuk I bindeshin plotësisht dhe thiri urgjencën. Zëri I operatorit në anën tjetër duke çuditërisht I qetë krahasuar me rrahjet e forta të zemrës së tij. Ai dha adresën, përshkroi plagosjen, u përpoq të fliste qartë. Minutat që pasuan u shtrinë në mënyrë të dhimbshme. Ai mbeti I ulur pranë saj, duke I mbajtur kokën paksa të ngritur siç I thanë në telefon. Shiu I imët filloi të binte sërish, duke u mbledhur në flokët e saj të errët dhe në mëngët e tij. Uzbja ishte ende në dorën e tij të majtë. E vogël, por papritur e rënd. Një ndjesje e çuditshme po I ngjitej ngadalë në stomak. Ajo ndjesi që të paralajmëron se je futur në diçka që nuk të përket më vetëm ty. Sirena u dëgjua pas rreth 7 minutash. Por për Ardianin, ato minuta u dukën shumë më të gjata. Makina e ambulancës mbërriti e para, e ndjekur menjëherë nga 2 makina policie. Dritat blu përplasnin reflektime të forta mbi muret metalike të magazinës, duke e kthyer skenën në një kaos të ndritshëm. Paramedikët u hodhën në punë pa humbur kohë. Ardiani u tërhoq pas me duar të njollosura me gjak që tashmë po thahej mbi lëkurën e tij. Një oficer policie ju afrua menjëherë. Ju e gjetët. Ai pohoi me kokë. Zëri I tij doli më I thatë se ç'priste. Po, ishte kështu kur erdha. Oficeri e vështroi për disa sekonda më shumë se ç'ishte nevojshme. Jo armiqësisht, por me atë vështrimin profesional që përpiqet të mazë çdo detaj. Ardiani e ndjeu. Dhe pikërisht në atë moment, fjalët e policës ju rikthyen në mendje si një jehon e ftohtë. Mos u beso. Një tension I padukshëm ju shtrëngua në kraharor. Ai mbylli dorën instinktivisht në grusht. Uzbja ishte ende aty, e fshehur, dhe për herë të para të natë, Ardiani pati ndjesinë e fortë se gjithçka që do të ndodhte më pas, nuk do të ishte as pak e zakonshme. Ajri ishte mbushur me aromën e fortë të antiseptikut dhe shiu të lagësh. Dritat blu vazhdonin të pulsonin mbi asfalt, duke krijuar një ritëm të bezdishëm që I hynte drejt në sy Ardianit. Ai qëndronte pak më tej, me shpatullat e ngrira dhe duart ende të ftohta, ndërsa paramedikët punonin me shpejtësi të frikshme mbi trupin e policës. Çdo lëvizje e tyre duke e matur, profesionale. Por në atë efikasitet kishte edhe një lloj urgjence që nuk fshihej dot. Situata ishte serioze. Ardiani e kuptoi këtë pa pasur nevojë për fjalë. Një oficer tjetër policie mbërriti me hapa të shpejt, duke folur në radio me zë të ulët. Të tjerët filluan të vendosnin shiritin e verdhë rreth zonës. Brenda pak minutash, rruga e braktisur mori pamjen e një skene hetimi. Rutinë për ta, por jo për të. Një ndjesje e rënd po I rinte në stomak, si një paralajmërim që nuk donte ta dëgjonte. Ai e ndjeu usben në xhepin e brendshëm të gjaketës. E kishte futur aty pa e kuptuar as vetë kur. Prania e saj duke I pothuajse fizike, si një peshë që nuk I përkiste. Zotëri. Zëri erdhi nga e djathta. Ardiani u kthye menjëherë. Një oficer rreth të 40-tave me fytyrë të ashpër dhe sy të lodhur, po e shikonte drejt. Jo armiqësisht, por me një përqendrim që nuk linte shumë hapësirë për rehati. Do të na duhet të flasim me ju. Ardiani pohoi lehtë me kokë.
Ai e priste. Oficeri e udhëhoqi disa hapa mëtej, larg lëvizjes së paramedikëve. Shiu ishte shtuar pak, duke krijuar një perde të hollë që e bënte skenën edhe më të zymë. Emri: Ardian Gashi. Ju e gjetët oficerin? Po. Oficeri mbajti shënime shpejt, pastaj ngriti sërish syt. Çfarë po bënit këtu në këtë orë? Pyetje normale, por mënyra si u bë ishte mprehtë. Ardiani shpjegoi rrugën që po merrte, punën, vonesën. Ai foli qetë, duke u përpjekur të mbante tonin e zakonshëm që përdorte gjithmonë kur kishte të bënte me autoritetet. Vite e emigrimit të mësojnë si të tingëllosh i padëmshëm. Oficeri e dëgjoi pa e ndërprer. Shumë pa e ndërprer. Pastaj hodhi një vështrim të shkurtër drejt ambulancës. Kur u afruat, a tha ajo ndonjë gjë? Pyetja goditi drejt. Zemra e Ardianit rahu më fort për një çast të vetëm. Vetëm një. Ai zgjodhi fjalët me kujdes. Ishte shumë e dobët. Nuk kuptohej mirë. Teknikisht e vërtet, por jo e plot. Oficeri e vështroi edhe disa sekonda. Ishte ai lloj vështrimi që përpiqet të kap çarjet e vogla në sjelljen e tjetrit. Ardiani e mbajti fytyrën të qetë, frymëmarrjen të rregullt. Pas një pauze të shkurtër, oficeri mbylli bllokun. Do të na duhet të qëndroni në dispozicion. Mund t'ju kontaktojmë sërish. Sigurisht. Në atë moment, një nga paramedikët thiri diçka me zë të lartë. Lëvizja pranë ambulancës u përshpejtua me njëherë. Ardiani e pa. Trupi i policës po futej me nxitim në ambulancë. Gjallë, por në gjendje kritike, kjo dukej qartë edhe nga larg. Dyert u mbyllën me një përplasje të fortë metalike. Sirena u ndez. Ambulanca u zhduk në errësirën e lagësh të rrugës. Dhe për një moment të shkurtër të çuditshëm, Ardiani ndjeu sikur diçka e padukshme ishte zhvendosur bashkë me të. Si një fillim që nuk mund të zhbëhej më. Ai u largua rreth 20 minuta më vonë. Pasi dhan deklaratat fillestare. Askush nuk e ndaloi. Askush nuk e kontrolloi. Por ndjesia nuk ju hoq. Era e natës ishte bërë më e ftohtë kur ai mori rrugën për në banesën e tij të vogël me qira në periferit të qytetit. Hapat I tingëllonin më të rënd se zakonisht mbi trotuarin e lagur. Vetëm kur mbylli derën pas vetes dhe heshtja e apartamentit e mbështolli plotësisht, ai më në fund zori USB-n nga xhepi. E vendosi mbi tavolinë. E vogël, e zakonshme në dukje, por stomaku I tij u shtrëngua fort, sepse për herë të para të natë, një mendim I ftohtë ju formua qartë në kokë. Po sikur ajo të kishte pasur të drejtë. Apartamenti I vogël ku jetonte Ardiani ndodhej në katin e tretë të një ndërtese të vjetër pranë periferisë lindore të Hamburgut. Një zonë e qetë që gjatë natës zhytej në një heshtje pothuajse të plotë. Të ndërprer vetëm nga ndonjë makinë rrallë që kalonte në rrugën kryesore disa bloqe më tej. Ishte një vend modest, por I rregullt që pasqyronte saktësisht mënyrën si ai kishte zgjedhur të jetonte. Pa zhurmë, pa rrezik, pa tërhequr vëmendje. Por atë mbrëmje, për herë të parë pas shumë kohësh, ai nuk ndjehej I qetë brenda mureve të veta. USB-ja qëndronte mbi tavolinën e vogël të kuzhinës si një objekt I zakonshëm. Por prania e saj duke çuditërisht e rëndë, sikur mbante brenda diçka shumë më të madhe se sa madhësia e saj fizike. Ardiani qëndroi për disa qaste në këmbë pa lëvizur, me xhaketën ende veshur dhe duart e futura thellë në xhepa, ndërsa mendja I punonte me shpejtësi të pazakontë. Instinkti I parë I thoshte ta harronte, ta linte aty, ta dorëzonte në polici në mëngjes dhe të kthehej në jetën e tij të zakonshme, të padukshme. Ishte zgjedhja më e sigurt, por fjalët e policës vazhdonin t'i jehonin në mendje me një qartësi të pakëndshme. Mos u beso. Ai ul ngadalë në karrige, duke e vështruar USB-n sikur ajo mund të reagonte vetë. Kishte diçka në mënyrën si ajo grua e kishte parë. Jo vetëm frikë, por një lloj urgjence e ftohtë e llogaritur që nuk përputhej me një situatë të zakonshme. Pas disa minutash hezitimi që ju dukën shumë më të gjata, Ardiani më në fund zgjati dorën dhe e mori USB-n. Laptopi I tij I vjetër u ndez me një zhurmë të lehtë ventilatori, një tingull që zakonisht I dukej I zakonshëm, por që atë natë ju duk çuditërisht I fortë në heshtjen e apartamentit. E futi USB-n me kujdes, pothuajse me ngadalësi ceremoniale, sikur një lëvizje e shpejtë mund të ndryshonte diçka. Për disa sekonda nuk ndodhi asgjë. Pastaj ekrani shfaqi përmbajtjen. Vetëm një dosje, pa emër të veçantë.
pa asnjë shenje që të tregonte menjëherë rëndësinë e saj. Ardiani e hapi, dhe ndjeu menjëherë se stomaku ju shtrëngua. Brenda dosjes nuk kishte dokumente të zakonshme pune policie, siç kishte pritur në fillim. Nuk kishte formular standard apo raporte rutinë. Në vend të tyre, ekrani u mbush me skedar të koduar, foto të skanuara, fragmente raportesh dhe disa video të shkurtra me data të shpërndara gjatë muajve të fundit. Diçka nuk shkonte. Ai klikoi videon e parë. Pamja ishte e paqëndrueshme, sikur ishte filmuar fshehurazi. Një pjesë e një magazine, ndoshta e njëjtë me atë ku ai kishte qenë më herët, dhe disa burra që flisnin në gjermanisht të ulët, të tensionuar. Audio ishte e dobët, por disa fjalë dalloheshin qartë. Fjalë që lidhnin emra, dhe shumë aparash, dhe më shqetësuesja, referenca të përsëritura për brenda policisë. Ardiani e ndaloi videon. Dhoma ju duk papritur më e vogël, më e mbyllur. Ai u mbështet pas në karrige, duke kaluar dorën mbi fytyrë ngadalë, ndërsa një ndjesje e ftohtë po i zbriste përgjatë shtyllës kurrizore. Kjo nuk ishte thjesht provë e një krimi të zakonshëm. Instinkti i tij, ai instinkti i heshtur që e kishte mbajtur larg telasheve për vite, po i bërtiste qartë se ishte futur në diçka shumë më të thellë, shumë më të rrezikshme. Dhe pikërisht në atë moment, telefoni i tij mbi tavolinë u ndes papritur. Një numër i panjohur. Ardiani ngriu për një çast të gjatë, duke e parë ekranin që pulsonte në heshtjen e apartamentit. Telefonata vazhdonte. Një ndjesje e rëndë paralajmërimi ju ngjit në kraharor, sepse në thellësi, pa pasur asnjë provë të qartë, ai e ndjeu se kjo nuk ishte rastësi. Ekrani i telefonit vazhdonte të pulsonte mbi tavolinën e vogël të kuzhinës, duke hedhur një dritë të ftohtë mbi sipërfaqen e drurit, ndërsa numri i panjohur qëndronte aty me një këmbëngulje që nuk dukej as pak rastësore. Ardiani nuk lëvizi menjëherë. Përkundrazi qëndroi ngrirë për disa sekonda të gjata, me sytë ngulur mbi ekran dhe me mendjen që po përpiqej të gjente një shpjegim logjik që do ta bënte këtë moment të dukej më pak shqetësues. Nuk gjeti asnjë. Telefonata në atë orë, menjëherë pasi kishte hapur USB-n, ishte shumë e përsosur për të qenë rastësi. Dhe kjo ishte pikërisht ajo që e bëri stomakun të shtrëngohej me një ndjesje të pakëndshme paralajmërimi që nuk po largohej. Më në fund, ai e mori telefonin. Po zëri i tij doli më i ulët se zakonisht, i kontrolluar me kujdes. Për një moment të shkurtër, në anën tjetër nuk u dëgjua asgjë përveç një zhurmë shumë të lehtë statike, si një linjë që nuk ishte plotësisht e pastër. Pastaj erdhi zëri mashkullor i qetë në mënyrë të ftohtë, pa theks të theksuar që ta bënte të dallueshëm menjëherë. Zoti Gashi, tha ai ngadalë, sikur po lexonte nga diçka e shkruar. Do të ishte më mirë për ju të mos hapni gjëra që nuk ju përkasin. Gjaku ju fto. Ardiani nuk foli menjëherë. Çdo instinkt i brendshëm po i bërtiste që të ruante qetësinë, të mos tregonte se sa shumë e kishte goditur ajo fjali. Ai zgjodhi të luante i paditur. Nuk e kuptoi për çfarë po flisni. Një pauzë shkurtër, po thuajse e menduar. Pastaj burri në anën tjetër nxori një frymë të lehtë, jo të bezdisur, më shumë të sigurt. E kupton shumë mirë, tha ai me të njëjtin ton të ulët. Dhe nëse do një këshill miqësore e lëre aty ku e gjete. Klik. Telefonata u mbyll. Heshtja që pasoi ishte shumë më rëndë se më parë. Ardiani qëndroi për disa sekonda me telefonin ende pranveshit, edhe pse linja tashmë ishte vdekur, ndërsa një ndjesje e ftohtë realizimi po vendose ngadalë në mendjen e tij si një gur që fundose në ujë të thellë. Ata e dinin, jo vetëm për USB-n, për të. Ai vendosi telefonin ngadalë mbi tavolinë. Pastaj ngriti syt drejt laptopit ku dosja ende qëndronte e hapur në ekran, me ato skedar të heshtur që tani dukeshin shumë më kërcënues se disa minuta më parë. Frymëmarrja ju bë më e thellë, më e menduar. Ardiani nuk ishte njeri impulsiv. Vitet në emigrim e kishin mësuar të mbjetonte duke menduar 2 herë para çdo hapi, duke peshuar gjithmonë rrezikun përpara se të vepronte. Dhe tani, për herë të parë që nga momenti kur kishte gjetur policën në tokë, ai filloi të kuptonte plotësisht peshën e situatës ku ishte futur pa dashje. Kjo nuk ishte më thjesht një çështje ndihme ndaj një të plagosuri. Kjo ishte diçka që dikush përpiqej aktivisht ta mbante të fshehtë. Dhe fakti që e kishin telefonuar kaq shpejt do të thoshte se ai tashmë ishte në radar. Ardiani u ngrit ngadalë nga karrigia dhe shkoi drejt dritares,
duke shtyr paksa perden anash. Rruga poshtë ishte e qetë, e lagur nga shiu i voni natës. Një makinë kaloi ngadalë në kryqëzim dhe u zhdu. Asgjë e pazakont, por ndjesia nuk ju largua. Ai e mbylli perden sërish, pastaj u kthye drejt tavolinës, ku Uzbja qëndronte ende e futur në laptop si një dëshmi e vogël e një problemi shumë më të madh. Dhe për herë të parë atë natë, një vendim i vështirë filloi të formohej qartë në mendjen e tij. Sepse tani ai e dinte me siguri, kushdo që ishte në anën tjetër të asaj telefonate, nuk do të ndalej kaq lehtë. Nata kishte kaluar pothuajse pa u ndjer, por për Ardianin koha nuk ishte rrjedhur normalisht. Orët ishin shtrirë si një tel i tendosur, ndërsa ai rinte ulur përballë ekranit të laptopit dhe analizonte me kujdes çdo skedar që gjendej brenda USB-s, duke e kuptuar gjithnjë më qartë se ishte futur në një histori që nuk ishte asgjë të zakonshme dhe mbi të gjitha asgjë të padëmshme. Deri në agim, fotografia e plot kishte filluar të merrte formë. Materialet nuk tregonin thjesht një operacion kriminal të zakonshëm, por një rrjet të strukturuar që përdorte magazinat e portit si pikë kalimi përpara të paligjshme dhe mallra të ndaluara. Ndërsa ajo që e bënte gjithçka vërtet ronditëse ishte fakti se në disa prej dokumenteve përmendeshin qartë individ me lidhje të drejtpërdrejta brenda policisë lokale. Kjo ishte arsyeja pse policia kishte qenë e friksuar. Kjo ishte arsyeja pse kishte thënë, mos u beso. Ardiani nuk ishte hetues, as gazetar, dhe për pjesën më të madhe të jetës së tij kishte bërë gjithçka për të qëndruar larg të lasheve. Megjithatë, ndërsa drita e zbete mëngjesit filloi të hynte nga dritarja, ai e kuptoi se tashmë ishte shumë vonë për të tërhequr plotësisht nga kjo histori pa bërë një zgjedhje. Dhe zgjedhja nuk ishte e lehtë. Opsioni më i sigurt do të ishte ta zhdukte USB-n, të bënte sikur nuk kishte parë asgjë dhe të vazhdonte jetën e tij të qetë. Por telefonata e natës së kaluar i kishte bërë të qartë diçka thelbësore. Ata tashmë dinin që ai ishte përfshirë, dhe heshtja nuk do ta kthente kohën pas. Ai kishte hyrë në lojë pa dashur. Tani duhej të vendoste si do të dilte. Vendimi u pjek ngadalë, jo si një shpërthim impulsiv, por si një përfundim i ftohtë që erdhi pas shumë minutash mendimi të rënd. Ardiani mbylli laptopin, mori USB-n dhe futi në xhepin e brendshëm të gjaketës. Pastaj veshi rrobat me lëvizje të qeta, të kontrolluara, si dikush që kishte vendosur tashmë çfarë do të bënte. Ai nuk do t'i dorëzonte kujt. Ai do të zgjidhte vetë kujt. Spitali Universitar i Hamburgut ishte i mbushur me lëvizjen e zakonshme të mëngjesit kur Ardiani hyri brenda, me fytyrën e qetë dhe me atë qëndrimin e përmbajtur që e kishte ndihmuar gjithmonë të mos binte në sy. Ai kishte kaluar orët e fundit duke kërkuar informacion minimal publik dhe kishte mësuar se policia, emri së cilës ishte Lea Hoffman, ishte ende gjallë, por në gjendje kritike dhe në mbrojtje. Nën mbrojtje. Kjo e bëri edhe më të kujdesshëm. Ai nuk kërkoi të hynte te dhoma e saj dhe nuk bëri pyetje të panevojshme. Në vend të kësaj priti, vëzhgoi dhe dëgjoi derisa instinkti i tij. Ai instinkt impres që e kishte mbajtur larg problemeve për vite. I tregoi momentin e duhur. Nuk ishte rastësi. Ishte durim. Dhe kur më në fund pa personin që kërkonte, një oficer e hetimeve të brendshme që kishte ardhur pa eskortë të madhe dhe pa zhurmë, Ardiani e kuptoi se kishte gjetur hallkën e duhur. Takimi ishte i shkurtër, i matur. Ai nuk tregoi gjithçka menjëherë, por mjaftueshëm sa për të parë reagimin në sytë e saj. Dhe ajo që pati e bindi se këtë herë nuk po gabonte. Surpriza e saj ishte reale, jo e luajtur. Kur Uzbja kaloi nga dora e tij në të sajën, një heshtje e rëndë ra mes tyre. Ajo e kuptoi menjëherë çfarë kishte në dorë. Dhe për herë të parë që nga ajo natë lagësh në magazin, Ardiani ndjeu se pesha mbi kraharor ju lehtësua pak. 2 javë më vonë, lajmi shpërtheu. Fillimisht si një raport i shkurtër në mediat lokale. Pastaj si një hetim i madh që përfshiu arrestime të shumëfishta, pezullime brenda policisë dhe kontrolle në disa struktura që deri atëherë konsideroheshin të paprekshme. Emra të njohur u përmendën, njësi të tëra u vunë në hetim dhe ajo që kishte filluar si një incident në një rrugë të errët industriale u kthye në një nga skandalet më të mëdha të brendshme që kishte parë policia e qytetit në vite. Askush nuk e përmendi Ardianin publikisht, dhe ai kështu e donte. Ai u kthye në jetën e tij të zakonshme me një qetësi të kujdesshme, duke u rikthyer në servis, në rutinën e përditshme dhe në atë përpjekjen e heshtur për të mos rënë në sy. Për botën e jashtme, ai mbeti i njëjti djali i qetë që punonte fort dhe mbante kokën ulur. Por brenda tij, diçka kishte ndryshuar. Jo dramatikisht,
Jo me zhurmë, por mjaftueshëm sa për ta bërë të kuptonte se ndonjëherë, edhe njerëzit që përpiqen gjithë jetën të qëndrojnë larg telasheve, mund të përfundojnë pikërisht në mes të tyre. Dhe disa net, sidomos kur era frynte nga porti dhe sillte atë aromën e lagësh të ujit. Ardiani e gjente veten duke menduar për atë moment të parë në rrugicën e errët, për zërin e dobët të policës dhe për mënyrën si një vendim i vetëm, i marrë në pak sekonda, kishte ndryshuar rrjedhën e gjithçkaje që erdhi më pas. Sepse e vërteta ishte e thjeshtë, po të kishte vazhduar rrugën atë natë, askush nuk do ta kishte marrë vesh kurrë.